Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë të emisionit. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këto momente, gjithashtu mirëmëngjes te telefonata e parë për ditën e sotme. E mërkur, 22 tetor 2025, telefonata përshëndetje. Mirëmëngjes. Me telefonuesin e parë ka rënë linja, gjithsesi janë shumë telefonata në pritje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Javën që kaloi ishte 125 vjetori i poetit të madh Naim Frashi. Asnjë media se pasqyroi, asnjë nga këta deputetët që flasin për shtetin shqiptar. Mirë, është rilindja 2.0 kjo, kështu që ndoshta e shohin konkurrencë. I heq kapelen profesorit të antropologjisë dhe filozofit Përparim Kabo që kishte bërë një artikull të shkëlqyer. E para punës. E dyta, u mlodh ishte një komision Venecias me këta të drejtësisë. Për kodin zgjedhor e këto gjërat. Që u tha të mos ndrohen sipas 30 vjet partneritet dhe progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni Venecias, quhej konferenca e mbajtur dje. Normalisht duhet se marrëveshja 2008-s mban pengtartën tënde timen. Më kupton? Duhet të lexohet vota popullore në çdo qendër votimi. Dhe votimi i hapur, listat e hapura, jo të mbyllura sipas mides të kokave të krerëve të politikës. Turoj gjithë mirët, respekte. Mirë, faleminderit për telefonatën, zotri. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Urime për emisionin. Faleminderit. Por e desha të flasë për problematikën e përditshme që kemi. Lexova në gazetë që po digjen dokumentat në për këto. Nuk e di tash këtu ka shteta, nuk e di, ka institucione me fjalë. Kjo është një alarm i madh faktikisht, me thonë drejtën se këto legje. Nuk e kemi më zotrin. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri. Nuk e di a dëgjohen. Dëgjohet shumë mirë. Më dëgjon apo? Po, të dëgjojmë shumë mirë. Atëherë unë nga ime kam një vretje që me thonë drejtën është i qike çuditshme. Okej. Të shofësh për ekranin tuaj televizorit të cilin e konsideroj si një ekran serios, nga më serios të ka në Shqipëri, të shofësh prezencën e një prokurori në një mision të djeshëm, Florian Bonjaku, një person i ka shërbyer si prokuror në rreth në Krujës, që është penalizuar nga vettingu, dhe të shoh hapi mendime dyra një person që ka masakruar kush e di se sa persona, sa familjes time, me vendime skandaloze. Dhe nuk mjafton kjo, por në prag të ikjes nga vettingu, firmos një mos fillim të një çështje, të cilën fal Zotit ka edhe gjyqtar me integritet, ja hedhin poshtë dhe të thënë të drejtën, për moshën që kam ndjehem shumë keq. Të nuk e kam vretje, ka shi televizionit tuaj, ka shi juve personalisht, por Partia e Vërtetës nuk ndjehem mirë as pak që juve të kaloni në për emisionet televizive që i keni, që i konsiderojnë të fishme, të me jetëmën me dignitet, që del në mbrojtje. Faleminderit shumë. Një personazh të tillë. Unë vetëm kaq kisha për t'ju sinjalizuar dhe jam i gatshëm, ju keni numrin tim telefonit, jam i gatshëm ballafaqohem kudo që publikisht, mbaj përgjegjësi penale për këto që them. Ai është një person shumë i rrezikshëm që ka penetruar në drejtsinë shqiptare, që unë ka vite. Mirë, kjo është konsiderat e juaja, zotëri, personale. Rëndesën që kemi pasur në shtëpinë, jo vetëm për këtë vendim, po dhe për shumë tjera. Unë të kuptoj, më vjen keq që ke pasur një qasje të tillë ndaj zotërisë dhe një eksperiencë të tillë, nuk e njoh personalisht dhe nuk marr përsipër që t'i bëjmë ne vettingun këtu në emision, apo edhe publiku të ftuarve tan, çdo kush ka mëkatet e veta dhe nuk mund t'i dallojmë apo t'i nxjerrim pa ne. Mirë, presim një tjetër telefonat. Po, përshëndetje.
Po, lidhje me problemin aty, lexova në dëgjum në gazetat, që po zhduken dokumentat në për këto ASHK-t, në archivat e ASHK-ve. Nuk e di është një të merra sinqerisht me fjalë. Të morën të digjen dokumentat e pronarëve, në të qytetarëve, nuk e di. Është një shkodrim të ka ardhur fundi i botës. Nuk e di, ka filluar ky kryeministër të del në çdo televizion dhe me këto gafa që po ndodhin këtu në Shqipëri, dëgjojmë dhe gafa që ndoshta ata ne jemi bodhi popull i pandjeshëm, duke pas kaq probleme me fjalë, duke filluar nga pensionet, pronat, dhe pasuritë publike gjitha se këto s'bëhet fjalë fare, i administron vetë se zbrosi Eredin Pasha. Por situata është shumë e keqe në Shqipëri. Nuk e di funksionojnë as funksionojnë institucionet, të drejtorësh institucioneve dhe nuk mbaron punë. Nuk kam problematikat e mia të përditshme, kemi 35 vjet. Unë flas se po largohemi nga kjo jetë, nga kjo botë. Po të paktën njerëzit ta marrin vesh se ç'po ndodh në këtë vend. Ktu është bllokuar çdo lloj biznesi, ktu është bllokuar çdo lloj pasurie, çdo lloj gjë. Nuk e lejnë ta zhvillojnë me fjalë pronarët dhe qytetarit thjesht. Këto kanë marrë vetëm këto oligarkët, ta kanë të drejtë të ndërtojnë, të bëjnë me fjalë shofi me fjalë po shifshat e emisionit gjatët. Ishte bërë një fshatar, një asall mund të thoje po një barank me fjalë që mbante një 100 koktele dhe po sulmojnë në mënyrë shumë negative, më kupton dhe nga fshatarët e tij me fjalë, por këtu është një tmerr pafund, nuk e di tash. Shohim se si sulmojnë burimet e ujit, shohim se si sulmojnë pronat. Or çdo ditë këtu është tmerr. Nuk e di se çka dalë problem tash, jo aeroporti, jo nafta, këtu është një lloj rrumpalle që se merr vesh i pari dytin. Nuk do të flas më tepër, por shoh që situata është shumë e keqe. Unë shoh problematikën time personale që ngelen në përdyrët e gjykatave, në përdyrët e prokurorive, në përdyrët e ASHK-ve. Kemi 35 vjet që janë probleme të thjeshta fare, më kupton drejt. I ndërlikojnë kot me Albania dhe me diellën. Nuk do marrosh punë me diellën, o Edi Rama. I kërkon ta largosh nga realiteti këtë popull. Kërkon ta lodhësh sa më tepër dhe kërkon t'i largosh qytetarët nga Shqipëria. Prandaj duhet të ngrenë me Allah tash, nuk e di tash ku do të dalin në parti politike se këto opozitë që kemi, kjo nuk quhet opozitë. Nuk ka lidhje me opozitën fare. Opozita duhet kishte dhënë alarmër kur shtrim, a kupton çfarë po bëhet këtu? Tu po masakrohet një popull, po çfaroset një këmbë, po çfaroset historia. Monumentet e kulturës po shkatërrohen, po shohim atje, po ligjojmë nëpër lajme. Të kuptoj zotëri. Të gjitha me fjalë, po i jepin këtyre oligarkëve, për të bërë lokale, për të bërë, nuk e di se çfarë do bësh. Nuk e di, këtu është një tmerr pafund. Nuk e di tash. Nëse këtu ka ngel ai shqiptar, ka ngel ai patriot, pak të flasi. Institucionet do funksionojnë vetëm marrin ato paka kot. Nuk e justifikojnë pakën që marrin. Mirë zotëri, e mbyllim ti lëmë hapësirët e tjerëve. Kto kisha, faleminderit. Mirë, faleminderit për telefonatën. Të lutem. Ti lëmë hapësirët e qytetarëve të tjerë që të flasin. Mirëmëngjesi. Po unë kam një mujnë, po të kapë për gazetar, ky zot një që fletë për ditë, rapëndapa na e qojnë fund Shqipërinë, më që është ky njeri. Po ku je, më zojnë, ku je, si je? Unë këtu jam shpitime. Mirë je? Shpitime jam, ndjem rehat, shumë mirë jam. Qa është ky mua bet, më zot, kjo këshu e kjo këshu. Për ditë një hartim, e bën hartimin herë muja, gjë të bënaj. Një herë muja e bën hartimin. Edhe gjithë muaj këtë do bëjaj. Këtë hartim të lezojaj. Mirë, mos e komentoj zotrin. Zotri është zotri ndëruar. Nuk jam kundërshtim, po bojë më që në nëzorën bojë si shtetë, si vënd, si kom, si popull. Bojën mes njëri tjetërit po e nëzjerim dëni, s'po e nëzjerim të bota. Si the, së gjëva mi? Po e nëzjerim bojën dhe njëri tjetëri, jo të bota. Po, edhe ty të kuptojnë drejtë shumën. E disa të quni mirë e ti? Se kur flasë i të kështu të kesh nëri ty. Kur shajnë vendin ta të timin. Po jo, me zonjë. Po kështu ishte zotri se të traston fytyra ty i dashur. Po jo, me zonjë. Por që Edi Rama, para, hecë. Ja, po tani pse po qeshun për shumë? Po po qeshun që të fola unë të traston fytyra do të mbulosh për te. Nuk keni pa shkollë në jasë të unë të një mund fytyrë ty. Mirë. Mirë, zonjë, faleminderit për telefonatën, përshëndes të gjithë mirat.
Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mëgjes, përshëndetje. Po, zonjë. Jam ajo zonja që mora dje për çështjen e persekutimit që kërkova ndim në shtetit të më japin persekutimin se jam edhe të mua. A mundën të jap çik numrin e telefonit? Po. 069 sotri. Po. 37. Po. 24. Po. 788. E qartë. Më falni që Jo, faleminderit, në rregull. Faleminderit shumë. Ju lutem, më ndihmoni për këtë çështje, s'kërkoj gjë tjetër, vetëm hakën time. Të kuptoj, zonjë. Përshëndet, shumë faleminderit. Faleminderit juve, e regjistrova numrin tuaj. Po. Presim një tjetër telefonat në studio. Alo. Mirë mëgjes, përshëndetje. Alo? Alo? Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Zodri. Po të dëgjoj, në? Po edhe unë të dëgjoj. Alo. Mirë mëgjes, Zodri, të dëgjoj shumë mirë. Je drejt për drejt. Po të thash dhe unë mirë mëgjes tani, vazhdojmë. Kalojmë në një fazë tjetër. Po s'po bje zërjo të bëfsha. Më dëgjon ti mua? Ja, do të dëgjoj ty, po s'ka zërë, që mund të dëgjoj unë. Më dëgjon nga telefoni. Më nga telefoni të bëfsha se televizorin e ka fiku fare. Mirë, jepi drejtim. Ne të dëgjojmë shumë mirë, kjo ka rëndësi. Më dëgjon mua ti? Po, jepi drejtim se që them unë nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që thua ti. Nëse unë s'jam gati që të dëgjoj ty, s'kam nevoj të më dëgjosh ti mua. Jo, të dëgjoj unë ty. Hajde, shëndet, ik. Po mirë, më zëtë që them, mirë pafshim. Së morën vesh. Nuk e shkuptuam. Mirë, presimi tjetër telefonat. Mirë mëgjes, përshëndetje. Të lutem na dëgjoni vetëm nëpërmjet telefonit, sepse keq kuptohemi, nuk merremi vesh, ajo zotria u mërzit iku se tha fare çka kishte për të thënë. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, përshëndetje, zonjë. Mirë mëgjes, atë tulë që televizorin. Shumë mirë. Ja, alo. Urdhë, zonjë, përshëndetje. Mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Qa të themi, aman, qa do themi, qa s'do themi. Atë parlamentin, atë, se ati kemi ato sysnëve. Ore, nuk ka njeri ti hedhi me një bomba ati parlamenti shuaj të gjithë, ata të gjithë të shuaj ata parlament. Ti qëroj, se nuk janë për popullin ata. Këtu nuk ka vota për t'i hequr ata, zonjë, jo më bomba. Ti qëroj të gjithë atje, me Sali Berishën e me Diramën, me të gjithë ata qa janë brenda. Se ka vajtur popullit atë ku s'mban me i ka vajtur popullit. Edhe atje të emisionet të aja mos të rrisni me ata të Partisë Demokratike. Ja, ja, mos e tund kokën. Mos e të rrisni me ata të Partisë Demokratike atje në parlament, në atë emisionet ku i të rejta jo Ola Bruka. Po ti përzije atje, sa ata të Partisë Demokratike ata vetëm lapa ben të gjithë ata. Ti përzije, asnjë gjë për popullin. Gjithë palët bashkë. Asnjë gjë për popullin nuk kanë. Deri këta të Partisë Socialiste ata i dimnive. Po këta të Partisë Demokratike një. Po mirë, qëfar doni të dëgjoni ju më shumë në televizion? Dhe këtë pyetje ju a bëj sinqerisht. Kishim shpresë të opozita neve. Ku është opozita? Opozita edhe atë që do në Tiranë që do bëhet ajo zgjedhja e ati në Tiranë, ta marrë atë Binaj. Pse të marri Binaj? Pse të marri atë? Nuk ka Partia Demokratike të nxjerrë atje. Nuk ka Partia Demokratike, ka humbur. I ka humbur të gjithë Partia Demokratike, nuk ka edhe vetë nuk po e besoj njëri tjetrin ata. Jo, mos të marri nga jashtë Partisë Demokratike. Jo, ai është shumë i mirë, Binaj. Është për humor ai. Nuk është për të drejtuar Partinë Demokratike ai. Është bërë i kavarë tani, pa i drejtojnë nga Sali Berisha, se është të emisioni Sali Berishës, ai të televizori Saliu, të televizori Gjenis, ati e kemi parë dhe shojmë atë. A i mund të jetë quni mirë, nuk diskutohet. Nuk po shajmë atë me. Nuk po shajmë atë, sa ishë person... Jo, atë s'po shajmë, ne po shajmë vetëm Berishën. Shumë mirë. Po për Partinë Demokratike, për të udhëhequr Partinë Demokratike, nuk është ai. Është për gjëra të tjera, për humore. Po nuk udhëheq po dëna ai. Partia Demokratike ka vajtur deri në fund. Ka vajtur në fund Partia Demokratike, po neve që kishim shpresë te Partia Demokratike e humbëm dhe atë. Edhe ato partitë e Vockla, u pajtuan me Sali Berishën ata. Ikën ata, që i quajti Sali Berisha këmbë e Edi Ramës. Këmba e Edi Ramës, se atje vajti të Sali Berisha.
janë pasavure njëri tjetrit, ata shajnë e bëjnë njëri tjetrin, vën në parlament majnë ato rrogat, atje ato rrogat e majme, edhe pensionistët e shkret, hapin syt kush do të ashtu në një partia socialiste, apo socialistët i dim neve, nuk diskutohet ajo. Ata si merë fare të humbën shpresën dhe të demokratët. Demokratët janë për vetën e tyre. Nuk o janë për vetën e tyre ata të shkret, po marrin nga jashtë që të bëjnë ato votat atje. Mirë populli shqiptar ku ka arritur. Do na duhen Bangladeshas dhe për politikë, thua ti. Po mirë. Si dihet si vjen puna. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Ju lutem, ngrize pak zërin e koha për të zgjuar, ne nuk e dëgjojmë hiç fare. Volumin e fund dhe nuk e dëgjojmë. Nuk gjohet? Në çfarë platforme na dëgjoni ju, na ndiqni? Jeni në digital, në Tring, në digital? Po. Në çfarë qyteti jeni? Me digital, me Miloti Laçi, mes Milotit Laçit jemi. E qartë, mirë. Nuk ka zë, nuk dëgjojmë, nuk ka zë hiç. Vetëm dëgjojmë, shohim këtë spikrin këto se kam në kë. Faleminderit. Mirë, zonjë, faleminderit për telefonatën. Fakt, pjesa më e madhe e problemit teknik, pjesa më të madhe të Shqipërisë është rregulluar, por gjithsesi do raportoj problemin për Milotin, Laçin, Kurbinin. Presim një tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë. Me të thonë drejten. Po, ja ta njerëz për ditë flasin, si u shlojnë rrallë kujmar burrë dhot. Asnjëherë ka me javë me muj që marrim me fole maza vase na hin telefoni. Po ja, e morët linjën tani. Sa të morë me linjën sot. Unë nuk di qa përmemin Gradec 11 janar në the e të thot, a nuk po kena Gradec na për dit? Tu vra e tu sakatu njerëz e kërkush nuk po gjenë drejtësi? Pri këti kryeministër, ju duket i mirë kryeministri që e që ato ba? As pensione, as rroga, po kush ka me punu që me marrë rroga. As ilaçe, as mjekësi, as i sam. Po shkove të mjeku, po s'pate pare, nuk të shofin me sy. Do është me shku me ba analiza, duhet me dit tanë musurallat. Qa është këtë popull, që ejna në këta pensionista, që janë apim ata vota dhe dalim me shanë, mas të shajmë heq, duhet me dalim me shku atje, jo me shanë për televizor, televizori që ka me në bani? Qa është kja punë, se kuptaj në zdica me qërim të sha, salen është tash 2-13 vjetë që s'ka kur gjonë dorë, shqit në marë me duhet me i të para. Ata po desin njështë të shpis, e duhet me jetu, e duhet me ecë. Jo ma qeveritartë, që s'janë heqë në detyrë ma. Të kuptoj. Qa jo me përmem, aja është i dekun në parlament, se pytë kërkush, ata i bojnë ligjet vetë. E qartë zonjë? Shpun ka sa një Berisha atë, punën e ka që nga ka vua dhe djelen. Nuk e do djelen. Qfarë marë për në aljepe në ashto, e ka 2 feshi ujin, një person i vetëm, një invalide jam, e s'ka e paguj 31.200 lek veç uj për veç dritave. E qam të prenë mu për pension me hangër, e me blej lache, e me hangër buk. Këtu më ashtë me qyrë, këtu ashtë me kap kryt në grushta, me shku atjen të parlamenti ashtë me elan me hi me emër.
Kja është detyra jonë, detyra pensionistëve, jo me hi me folit në televizor. Në fakt janë bërë disa protesta pensionistësh, zonjë. Nuk e di nëse keni marrë pjesë ju, po janë realizuar disa protesta pensionistësh. Po që sa kena me bëmër në prinë Shkodër, po me na organizumar, me në autobuza, me gjana, me shkulla tjetë para parlamentit. T'ju marrin edhe t'ju qojnë direkt atje. Po qa? Qa kena me bënë në pri këto, se na jena me përrese. Du të kanë tonë atje në Tiranë. Të kuptoj. Umlauken 20 veti, 100 veti, qa janë i që e rina ma livdojnë Edi Ramën. Qa me livdoj Edi Ramën? Edi Ramën veç me pi drogë. Kur pi droga në regullaj? Se kur s'pi drogë nuk kanë regull. Kush ja la vemin ati në Saurel? Ku e mori lejen e? Ku e mori paret e? Ja la e ama, ja la i jati. Si ati si të shoqes, vjene prish shpijat e dëjas, që i bajnë me gjatë zemrës. Të kuptoj, zonjë, faleminderit për telefonatën, përshëndes, të uroj gjithë mirat. Mirë, presim dikë tjetër në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjes. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri. Për një pyetje. Për shembull, me sulmoj dikush Shqipnin, kush e bën organizimin e luftës, ngritjes popullit kundra pushtuesit? Ministria e Mbrojtjes, ushtria. Po jo se del Sali Berisha bashkë me këto molekulat e veta, e thotë ka përqarime politike, ekonomike, sikur bani për protestën e bën mbrojtje të ushtrisë të Kosovës. Dhe thotë ka përqeshtje politike, ekonomike. Sa të vjen këta në dakord qeveria me opozitën, jo të organizohet, jo mos të organizohet, jo ka përqeshtje politike, jo ka kështu, jo ka ashtu, gëre ku vjeterin Tiranë, sa të vjen këta në dakord për me përbalu, se këta gjithmonë janë kundra njëni tjetrit, janë përqarës, kombëtarë. Edhe ushtrisë vjenitare të Kosovës, po i bati pa drejtësi shumë e madhe, nga gjykata kriminale mafioze e Hagës. Me drejt, po. Burgosish viktimen që ka mbrojt popullin e vetë nga agresioni serb, që ka bërë torturat më njerëzore e më kriminale në Kosovë, nuk ka bo vaki. Në atë me burgos agresorin, shkojnë e burgosin viktimen. Nga gjykata kriminale, mafioze, s'ka bo vaki në tonë bot me burgos viktimen. Po këta evropian ishin edhe në shekullin e kaluar si e kanë coptuar Shqipnin në 5 shtete, që kur t'i shkon plash këtë regut. E na bojmë deken për këta evropian. Si thomë, s'kem drita zgjidhi po këta evropian. Po këta evropian ishin si në konferencën e Londrës, në traktatin e msheft Londrës, patën projektue me coptuar Shqipnin në 3 shtete. Gjysën me marë Jugun, Greku, Veriun me marë Serbi, Shqipnin e mes me Italiane, Shqipnin mos me pas hiq. Po këta evropian ishin traktati i fshehtë i Londrës. Po këta evropian ishin si Bismarcku, tha nuk duhet të ekzistoj Shqipni. E kanë harruar këta evropian se po duhet t'ja u rikujtej. Sa po në Gjergj Kastriot Skënderbeu, ai që ka shpëtuar Evropën te përla ushtria otomane 1450-ën. E qartë. Ushtria Skënderbeut për 25 vjet e shpartalloi ushtrinë turke, ushtri për 300.000 ushtarësh, u shpartalloi ushtria turke, nuk pat mundësi me kalu Adriatikun e pushtu Evropën, e nuk e din këta në erën që u ka bon Shqipnia, këta silën sikur me konë kriminella me popullin shqiptar, si në Kosovë, si në Shqipni. E qartë. Mirë, zotëri, falenderit për telefonatën. Përshëndes gjithë mirat, presim tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjesi. Mëgjes. Përshëndetje, zotëri. Flor Binaj dhe Maresteliu. 2 kandidaturët që për kryetar bashkie. Ndu me di këtë Flori do shkuj do boj gallat atje në bashkinë atje on, se është për gallat, nuk është për punë. Nuk ka nevoj për gallat aty më zotëri, nuk ka duhet punë.
Duhet punë të mërzëtëri, jo gallat. As pak gallat. Me bo portakalli atje, me utallë atje, me lëzërojnë e policit atje në portakalli. Pa jo mërzëtëri, jo mërzëtëri. Atje do të hajë maraku për punën, jo për qefit. Pa na i them ti Florit, o Flor, gjo se ke pi ujë, ke pusi saliut, e ke vazhja ke partije demokratike, a si he për fitu s'ke më Flor, e ke të unë me pa fillu fushatën. Dhe të thani qikë për katimin penal që ka ba i dhe të bëqirë për Sali Berishë për 14 shtatorit. Aty ka qenë prezident dhe vetë, kur ka sërmu Ti ke qenë në shumë ngjarje, më ka thënë që ke qenë Gërdec, më ka thënë që ke qenë 21 janar, 14 shtator, në Vlorë në Theshtatën. Institucion pa gjujt me armë ka gjujt për ministrisë me armë. Për na i them, të lutëm, e ti që nuk përqen, për të gjëjtë fund, e ti që së përqen. Për na i them Sali Berish nuk e shpëtin Sali. Tyt janë bërë shumë kazime, njën e për tyt dëzoj se s'banë. Se s'banë dëzoj Sali, miru pafshin. Hajde, miru pafshin, buke ke bejnë Sali. Mirë, zotëri, falenderit për telefonatën. Me telefonatën të ndë mbyllim këtu hapësirën e telefonatave për sot. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do t'jemi me këshilluesin e mjekësisë holistike, zotin Nikola Ndoni. Publicitet.